Në kryetari në lëvizjes vet vendosje Glauk Konjovca është shprehur optimist për formimin e qeverisë së re. Dhe para mediave ka deklaruar se beson që ka numat për formimin e qeverisë. Transmeton Telegrafi. Krejt çka presim është të themelohet sa më shpejt qeveria. Fillimisht duhet të konstituohet kuvendi. Besoj kemi numat tha ai. Ndryshe, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani pritet që së shpejti të caktoj datën për mbajtjen e seancës konstitutive për formimin e qeverisë së re. Dekreti për mbajtjen e seancës konstitutive pritet të publikohet sot gjatë ditës. Kështu bëri të ditur për Telegrafin Bekim Kupina, këshilltar për mediat i presidentes. Ky akt ligjor është një hap i rëndësishëm në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Pas zgjedhjeve të fundit, publikimi i dekretit pritet të shënojë fillimin e procedurave për krijimin e qeverisë së re. KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të njëjtën më 27 mars dhe sipas tyre, lëvizja vetvendosje ka fituar 48 ulëse, PDK-ja e dyta me 24 ulëse, LDK-ja 20 dhe koalicioni AK nisma 8 ulëse. Ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani tha se shumë shpejt do të caktohet data për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Afati ligjor për këtë është 30 ditë. Antarja kryesisë së lëvizjes vetvendosje, Albulena Agjiu, përjashtoi mundësinë e bisedimeve me opozitën sa i përket formimit të qeverisë së re. Ajo tha Kosova presit të hënën se do të bëjmë përpjekje për të takuar deputetët dhe zgjedhur, por sipas saj jo ata nga opozita. Besoi se tashmë pas certifikimit të rezultateve, vazhdon puna për themelimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, gjegjësisht edhe për qeverinë Kurti 3. Ne do të kemi përpjekje të vazhdueshme për të takuar grupe parlamentare, përjashto këto të opozitës, pra me partnerët tanë të koalicionit të cilët edhe jemi, por edhe natyrisht me të tjerë të cilët do i kemi, tha Agjiu. KQZ-ja certifikoi rezultatet përfundimtare të njëjtën me 27 mars. Dhe sipas tyre, lëvizja vetvendosje ka fituar 48 ulëse, PDK-ja e dyta me 24 ulëse, LDK-ja 20 dhe koalicioni AK nisma 8 ulëse. Pra nevojitin koalicione pasi që asnjë parti nuk mund të formojë vetëm qeverinë. Deri më tash, në deklarime publike, lëvizja vetvendosje ka thënë se do të udhëheqë me qeverinë e re, por që preferojnë të bashkëpunojnë me partitë pakicë jo serbe. Minoritetet jo serbe i kanë 10 deputet, ndërkaq serbëve u takojnë gjithashtu 10 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve, një ulëse ka fituar politikani serb dhe ministri në detyrë në qeverinë Kurti 2, Nenad Derashish, dhe 9 ulëse do t'i takojnë listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila financohet nga Beogradi. Ditë më parë, presidenti Vjosa Osmani tha se shumë shpejt do të caktohet data për seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Afati ligjor për këtë është 30 ditë.